Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Siç edhe shikoni, jemi tek dhoma e Bebushit këtu dhe do lyejm këto kanatat që ju po shikoni këtu. I hoshi Andrea, 2 hoqa unë. Edhe tani do vazhdojmë t'i lyejm. Dhe jemi në javën e 35 sot. Edhe posa herë hap kamerën baby lëviz, nuk e di pse, shpresoj të jetë kjo gjë që t'i pëlqej kamera dhe të bëj vite së bashku. Kështu tani e di që jam super vonë sepse këto të vonojnë. Edhe duhet t'i marrë tani t'i çoj në katin e parë edhe që t'i lyej atje. Por do me thonë shpresoj të më dalin mirë. Atëherë unë kam marrë 2 boja nga Action edhe po ja tregoj edhe juve se çfarë do përdor. Edhe shkoni që më ka dalë një kështu puçër këtu edhe një këtu, nuk e di pse më ka dalë, mbase nga që këtu kam qenë shumë e stresuar se dua të bëj çdo gjë gati, dua të pastroj shtëpinë me themel, edhe jo foto, jo gjëra, edhe dua që ti mbaroj, edhe pastaj do shplodhem, të qetësohem për vetë time, do me thënë. Edhe po ja tregoj dhe ju çfarë bojrash kam marrë. Atëherë kam vendosur këtu. Atëherë kam marrë këtë bojën për i të. Po mora shket edhe është në të bardhë edhe është matë. Nuk e mora me shkëlqim sepse nuk e di se si mund të dali, edhe prandaj e mora matë. Plus më pëlqen më shumë mati se sa me shkëlqim për në dhomë. Atëherë mora edhe këto rryllat që t'i kem. Mora edhe këtë gjën që hedh bojën dhe e lyen. Dhe kam ato ngjicat që do këto ansore që mos më bëhen pis, e kam jashtë në balkon. Edhe tani ikim, vazhdojmë lyejm kanatat sepse na vajti super vonë, sepse kam dhe një. Atëherë të shpjegoj pak që ta kuptoni, këtu i kam hequr dhe prandaj shikoni kështu. Kam për të hequr të dyja, janë dhe këto zyrtarët këtu poshtë, është edhe një komplet i madh edhe një pjesë ande që është e pahequr, edhe prandaj duhet që t'i mbaroj, shpresoj sot, sepse këto duhen kaluar një 2-3 duar, është e sigur, sepse është Leila dhe mund të dali më vonë, Fandra mund të dali si një rozë lehtë, edhe duhet që dali një rozë lehtë. Më falni. Edhe prandaj duhet t'i kaloj 2-3 duar. Unë kam marrë 2 boja, shpresoj më dali, por edhe nëse nuk më dalin, dora e parë do kalojt e gjitha me këto, besoj, shpresoj, na dali për të gjitha. Edhe kështu tani ikim, vazhdojmë, ja, i futemi punës. I solla kanatët poshtë, edhe këtë pjesën këtu nuk do ta lyej, sepse është kështu si bezh në gri, edhe duket bukur. Dhe tani do marr këto, shkoni edhe rrushin tim që paha, këto stolat edhe do t'i sjell këtu, sepse këtu është ky ambienti kështu i mbyllur, edhe nuk dua do me thënë që të më bien gjëra nga lart. Marrim këto stola dhe i fusim këtej brenda tani. Po fryn edhe erë, edhe besoj të fajnë shpejt. Vëshra edhe këtë bluzën. Kemi me val mobile. Edhe kam vesh edhe tutët i kam vesh të Andreas. Edhe bluzën edhe të do të punës. Që edhe po t'i bëj me boj, nuk ka asnjë lloj gjëje. Edhe tani do të marr këto. Atëherë unë do marrë 2 në këto, por më duhen 4 në fakt, sepse kam 4 kanata.
Okej, mund marrë dhe tavolinën. Nuk e dia do të shkoj si mund t'i sistemoj këtu. Po e provoj do me thënë që të vë një karrige dhe kam basi mirë kanatën. Po e mirë, mund të vendos edhe një karrige tjetër këtu edhe e mirë. Tani kam përqesh edhe këto dorezat që shikoni këtu. Edhe t'ja fillu punë sepse vete shumë vonë. Shumë vonë. Ose dhe këto dy karrige do vendos njërën që ishte më e hollë që mos më bjerë sepse kam frikë mos më bjerë. Shpresoj mos më bjerë këtu dhe do heq këto doreza. Atë zgarën e çova deri në fund për arsye sepse më pengon këto. Shiqa do të ikim këto vida. Iknim poshtë edhe kështu është kjo ngjyra dhe është shumë e bukur dhe bezha. Po për vendos këto që i mbajnë mend. Vazhdojmë me të gjitha kanatat. I heqim dorezat që të bëjnë gati. Ja shikoni se çfarë ngjyre është goxha e errët. Edhe inshallah të marrim tani. Dhe kjo është pjesa, do me thënë që është me hollë. Edhe së pari duhet ta fshim që më këtë plura. Isim këtë gjëra dy tyra. Të largoj pak të kamerën që të më shikoni më mirë. Atëherë na duhet ky ngjitsi kështu për arsye ky është ngjits letër. Shumë duhet quhet vodi. Dhe do ta vendos tek këto këtu që mos të marrim boj kjo shëriti këtu tani. Shpresoj ta vendos kaq mirë. Jo. Do ta vendosësh fiks këtë tani. Okej. Gjë që urrija unë shumë ishin këto.
shumë të vizitesh sepse duhet të vendosësh super drejt dhe janë vendosur shumë mirë. E kthejmë dhe këta në tjetër. Po të njëjtin që do bëjmë dhe nga kjo ana këtej. Tani më duhet që të përgatis bojën. Dishë nuk po më shikoni komplet, por nuk kam se si ta vendos këtë kamerë këtu. Pak më mirë për bje të rrë kështu. Hajtë, më, s'ka gjë. Shpresoj, s'na derdhet. Dhe tani duhet ta trazojmë. Unë këto e kam larë. Edhe ne duhet ta trazojmë. Edhe po ta lëm këtë tani. Edhe vazhdojmë e hedhim. Ashtë që do të bëhesh artis, sepse po frëner, edhe ja, shikoni si u bëra. Atëherë hodha këtu dhe tani do marrë ato rrugling. Të vazhdojmë nga puna sepse vërtet vajti super van. Në të masën tani, edhe e fillojmë nga puna. Edhe më thanë pra, kur kryon kështu bulza, du t'i kaloj sërish me rryl nga lartë. Por, e çuditshme që mori kështu direkt. Duke prisja, edhe kjo kanata tjetër. Edhe kjo kaca bulza. Dhe po i kaloj edhe një herë sërish. Të vesh këtë bojën. Por kanë dalë deri tani, kanë dalë super bukur. Vazhdojmë me kanatën tjetër. Edhe shpresoj mos më bjerë në një mushkonjë këtu, sepse më ka rënë edhe mezi kam hequr dhe i kam blerë prapë. Edhe tani do vazhdojmë me kanatët e tjera. Dhe kjo është kanata e fundit. Dhe gjë më e keqe është që ka shumë mushkonja dhe bie. Do t'i heqësh, do t'a lësh sërish nga e para gjithë kanatën. Dhe kjo është gjë më e keqe. E mira është domethënë që t'i lyej në një dhomë, por
një kështë të zane dhe nuk mund të hyrën në vonë, prandaj. Edhe të më thonë dhe këtu që tani me maskë dhe prapë sërish të vinerë. Po mbaroj dhe këtë dhe më duhet të heqë edhe ato sërtarët që kam lartë. Edhe njëri nuk e di do ta heq dot apo jo, se ai duhet është më rënd, është pjesa e dyshim ku poshtë. Do ta shohim nëse do heqim apo jo. Por kanatat atëherë mungon një kanat edhe 3 sërtar akoma që janë për tu lyer. Edhe ja, mbarojmë edhe këtë. Edhe nuk di si të rri këtu tani sepse është shumë poshtë kjo. Shpresoj nga marrë mirë. Kutem shumë që të bërë bukur të ndryshe kam çfarë të bëj. Po kështu më duket që kam marrë, nuk jam kthyer në rol. Por problemi është mos kthehem më vonë. Nuk e di po derisa kam marrë tani, domethënë edhe kjo si boj është goxhë, plot, e trash. Çfarë tani më sa të më bëj dhe du i tregoj, do më thonë sa boj kam harxuar për 4 kanale që i kam paluar në 2-3 herë. Por edhe ashtu se të dini në shkronjët ose për kapuriza. Duhet të kalosh sërish. Se bëra ku poshtë një frifori. Shpresoj të iki. Vetëm që duhet ta shpenzoj pak dorën që mund të krijohen viza. Më duhet ta lej të origjinalisht që nuk po të bëra me shansa. Dhe e bëra komplet. Nuk t'i kaloj shumë sa e kështu për arsye që mos të marri do më thonë të dalin ato bunta, se ndjelet që kopa. Okej, të le që të pjesën të tani që bëra të shkoni që këtë janë kështu sepse nuk janë lyer ende, duhen lyer, nuk du të lyer ne, du të ta zonë të shtëpisë tonë, por gjithmonë të kjo pjesa këtu jo është nuk e di pse ka lëgështi. Edhe po t'rregoj dhe pak komplet gjithë se si duket edhe nga afër. Kjo është kanata e parë fare që është lyer. Edhe duken që ato tjera nuk janë fare ende, por kjo është tar pak, vetëm një pjesë tu që më kaluan më ranë një më shkonjë, edhe prandaj. Ja. Boj ka harxuar pothuajse as gjysmë boja, edhe janë lyer, shikoni. Nuk e di, nuk mundem dot më. Shoni si bjen këtu më shkonjë.
O, vajti këtu të tjetra. Shikoni? Ja. Kjo është ende pasar akoma. O, zot. Ja. Shikoni tani. I bi që unë këtë ta lyp prap. Shëtu gërvish. O, zot. Do iki lartë, do me thënë, shkani që është mbyllur kjo pjesa këtu. Dhe kjo këtu është hapur. Edhe tani do iki lartë të hisha të syrtare që kanë ngelur. Por do rri kështu si në merak, për arsye sepse do atë rëqime që gjohet. Edhe për arsye se do vinë shkonjat edhe nuk duaj që të fahen atje. Do të rrish me se zbën në atje sepse ka shumë shkonja. Edhe mu më kam ngrirë, do me thënë. U lodhën pak, me thënë të drejtën, por sa t'i mbaroj, sa t'i mbarojmë dhe të shpëtojmë t'ishim qape. Kështu tani edhe mos harrova trapanin. Nuk e di do me thënë, si du të zbres tani sërish pra poshtë. Nuk mundem më. Do shplodhem një 5 minuta dhe do iki. Se me zinë gjithë dhe i zbres e shkallët. Dhe si përfundimi ku që sërish të gjëra nga sirtare. Zotë shumë çfarë gjëndi jam bërë unë tani. Sepse po më pëngoni shumë edhe prandaj voshëm. Dhe do ishte të rreza tani. Po dikur kam lënë këtë pecetën tani sa po e shiva sirtarin brenda. Më paskarën këto sepse nuk do të ketë florë se krijon kështu si bulza pasaj edhe duket shumë e shpifur. Po ju lë diku këtu. Vazhdojmë procedurën. Tani më kanë ngelur edhe 3 kanata. 3 kanata dhe që kam bërë tjetër? Po, 3 kanata është edhe pjesa në fund fare tek krevati. Por ato unë nuk arrit dot. Që ta hejtë është super e rëndë. Dhe kur të vjen ndrejë me darë, që ta hejtë. Edhe ajo në fakt është si kjo lejlaja, nuk është se ato kanata që leva unë shparë. Kjo është akoma me e rrët edhe shpresoj të marrë mirë, sepse ku ha mos më mirë rozë. Por kjo boja duket që është mirë direkt. Por të shohim tani se si do na dali. Okej, vazhdojmë e lyejmë tani. Kjo duket që merë, por nuk e di tani. Shohim. Po I kaloj shumë herë për arsye sepse nuk duhet të ketë këto bulza edhe prandaj. Dhe ja shkon mirë, por shkonsot marrë mirë domethënë edhe kur të pahet se kështu duket mirë. Tani nuk e di kur të pahet se si do dali.
Mbaruam për me këtë dhe vazhdojmë me cilëtarin e fundit. Vazhdojmë heqim këta. Hej, jam këtu mbas disa ditësh. Pasi kemi mbaruar, e kam mbaruar në fakt, Andrea thjesht më hapi një punë shumë të madhe se do kishte mbaruar më përpara, por nga që prishi një kanat edhe dyta tripsi, dyta lyeje, nuk mori, u trips prap, është bërë një punë, do me thënë 3-4 herë për një kanat. Edhe i montoj, se unë nuk mund t'ja rria do dhe t'je lartë, edhe t'ju tregoj sa bukur që ka dalë dhoma dhe më pëlqen shumë, do me thënë si është kombinuar e bardhë me bezh, do me thënë si që ja kemi marrë robot, çdo gjë nuk e di pse doli aq cute, ka dalë shumë bukur. Edhe tani po ja tregoj edhe juve se si ka dalë, por pjesën në këtej ku do vendoset krevati nuk po ja tregoj për arsye sepse shkoni sa dritë ka të këtë dhoma. Nga që është çdo gjë e bardhë edhe nuk do ja tregoj të pjesën këtej nga krevati sepse është që i thonë karroca, edhe karroca është akoma e pahapur, me gjinoni, ka 2 javë këtu, edhe nuk e kemi hap akoma. Nuk e di se kur do ta hapim një ditë, shpresojmë ta hapim sot ose nesër, por të shohim kur do hapim. Edhe po ja tregoj dhe juve që sa bukur ka dalë, edhe kam bërë unë me këto 2 duart e mia. Edhe po ja tregoj, mos të marr më shumë kohë. Dhe shikoni sa bukur ka dalë. Ka dalë një punë shumë e mrekullueshme, sepse këto dorezat nuk i leva dhe këto ansoret i lash kështu bezh, sepse më pëlqejnë më shumë ashtu. Edhe këtë raftin e keni parë që kam sistemuar kështu, duket kishe i hekur edhe rafti aty, edhe kjo, por do ta hiqim dhe do mbushim me arusha me të shikojmë çfarë mund ta mbushim. Edhe shikoni sa bukur që ka dalë. Doli një ndryshim drastik, do të thënë si që ishte dhe si u bë. Ka dalë super bukur. Hej, dhe ja ku videos time erdhi fundi dhe ja ku mbaroi gjitha kjo punë. Por më pëlqen se si ka dalë edhe prandaj. Edhe do shihni sërish tek video radhës. Ju falenderoj që më ndoqët deri këtu, e di që nuk ishte një video shumë, nuk kam folur shumë, më shumë kam punuar dhe gjëra kështu, por doja do me thënë që të ishte më shumë të pjesën, do me thënë se si është lyer, edhe do të thoja do me thënë që kjo boja ditët e se thash falenderoj që më ndoqët, mirëpafshim, hajt tani kujtoj prapë, më falim për të gjë, por doja ta thosha këtë gjë se e harrova. Atëherë, kjo boja në fillim nuk u tha mirë, edhe u trëmba, dhe gabimi im ishte, në fakt ishte i Andres që nuk më tha, por duhet më thoshte, pasi ngjita këtu ansoret, duhet që t'i hiqja direkt, jo t'i lija një ditë, dhe pastaj t'i hiqja sepse ishte shumë e vështirë për t'i hequr, plus ikte dhe boja. Dhe mua aty më iku truri kur ikte boja, sepse thash më iku gjithë ky mundim kot, ngri raftet, zbrit raftet në katin e parë, edhe aq shumë më mërzita, sa nuk e keni iden. Por i hoqëm kështu avash dhe në disa vende janë disa pjesë që duken, vetëm po t'i shikosh kështu me njësi, se do me thënë kur e shikon komplet pjesën, nuk duket, por
vërtet do me thënë është që dyshin hequr në fillim për arsye sepse ja ngelen ikte ajo boja kështu si plastike, e thash mos, u prish komplet. Se një kanat këtë do me thënë, këtë e ka lye Andrea një 3 herë, 4 herë për arsye sepse do me thënë pasi solli lartë to kanatat, e kapi tek fashatore dhe ato nuk ishin tharë akoma mirë dhe unë gjitë komplet atje. Edhe normali që iku ajo boja, iku si plastik. Edhe prandaj na mori kash ditë pune këto kanatat, por si ka që doli një fund shumë i bukur, tani presim krevatin, na i silli Andrea, se kur do ta silli nuk e di. Edhe unë tani jam në javën e 36 plus 4 ditë edhe nuk e di kur do ta sjelli, por presim tani, shohim. Kështu dhe si boj, nuk është në fillim më pëlqeu shumë fare më ka pëlqyer. Si boj, merte me një herë, pastaj nuk e di, a ishte faj, do me thënë që duhet të ishte tharë komplet mirë, edhe pastaj do me thënë ti merje, nuk e di, diçka e tillë. Kështu dhe ja, kjo ishte videoa, shpresoj t'ju ketë pëlqyer, edhe kam edhe disa gjëra të tjera për të lyer, por nuk e di se kur do t'i lyej, sepse nuk kam boj, dhe këto morën 2 kuti me boj, sepse për fajt asaj kanatës, sepse do merrte më pak. Kështu, dhe ja ku erdhi fundi videos time, shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video dhe do shihemi sërish tek videoradhës. So, bye!